jam me një fëmijë e invalid me kolicë, edhe imagjinon ti nëse fëmijë jote me dal këtu me kolicë, a mund të me hec këtu në këtë gjendje në ujë aty kanalizim gjithë çu ndjetësia, mikrobat e gjithë. Hece unë e rregulloj, me rregullu kur gjëq. S'ka probleme hapë ku me hapë drejtorët këtë fasit sejtë. Dalin kishe ta qelin gjithë, ma zjedhër ditën e mirë, morin që të vëtë edhe ditën e mirë. Me qelë që tash të unë se e kumë qelë, me qelë që tash të merësh. Të merë, gripi që kaqbe. Unë dalë vetë të shpia mos me dalë hiq, ose me kalu të ujë kanalizimi në kom këtu. Katastrofë jena në gjendje katastrofë disa herë. Ka disa vite që banorët e rrugës Rozafa në Fushë Kosovë janë duke u përballur me probleme serioze të kanalizimit. Sipas banorëve, kjo zonë është bërë e pabanueshme. Për më shumë detaje, do të na flasin vetë ata. Inderum, a mund të shpëna tregu që sa kohë jeni të u përballë me probleme me kanalizimin? Gjithë që 10 vjetë. Që 10 vjetë e keni njëjtin problem? 10 vjetë që shtu mshelet, vinë qelin, do të me thirë policinë, me ndërhy policia, jena konë komunë, kanë bo kërkesa, kanë bo kërejt, vim sot, vim nesa, që këshure. Qure që shështë, kja të me rizot e to, kush ka thmit vëgël, edhe për të rritën. Unë nuk e di komuna qa, as nuk u dalë kur vend gjaure me këshyër, as heq kur gjo, kur të vinë vëtë ati lypin, hece unë e rregulloj, me rregullu kur gjëq. Krejt kënë ndërtes, krejt vecet që ku jënë qëtër që sa dhe do të me shkel, me kaluë, e të më tjetë. A me ndoni që po ju rizikohet jeta kështu? Po që nuk rizikohet, a mën me najnë kitere. A mën, të veç delni ju në vete, në të vjetë dikush në tjetë këtu, a mën me jetuë. Që të shë nuk di që më thokja nuk komend. Apo keni probleme i hapë dritaret pasjera, apo këndërma shumë? Po që s'ka probleme i hapë dritaret, ku me hapë dritaret këtë fasit sejtë. Çfarë apeli keni ndaj komunës? Apel kemi prej komunët në del në të këqyrë, që të objekt veç qysh është kanalizimin të. Kanalizimi paguhet, uj paguhet, rryma paguhet, krejt paguhet. Në të vjen në të këqyrë edhe garozhat poshtë. Garozhat poshtë krejt për drumi është nuj. Krejt derdhet atjetë që këtu, tash për derdhet këtu. Në të vinë të këqyrin vetë mas mirë të. Vetë në të vinë në të këqyrin se jem banur Kosovës që t'i venit që soj komune. Në të vinë të këqyrin, a i kishin lathë mine vetë me jetu qëto, në qëtejre. Tjetër sa nuk di që më thonë. Inderuma, mund është më nga tregu që sa kohë jeni të përballë me probleme të kanalizimit? Jena të përballë që disa vjetë me ta. Jena që athaj që 5 vjetë a 6. Unë e më konë këtu, kër e bloku kjo, unë e kom pastruhe një 5-6 herë. Me vetë iniciativë? Me vetë me katësi, e masha jo pastrejsha. Se na tash të nënë me kanalizim, këtu e nuk njëna të banë të lëmë. Po, që sajde ka për cena, do të me shkel në për ujë, në për të merë. Që dhe të tash të mënë dhe dhe të vetë ashkile që të vend keqë. Pastrimi, era i vjen këtu, stërvin këtu, dritarët më spare nuk kanë qyshi qelin, se erat mytë. Apo ju rizikohet banorëve shëndeti? Rizikohet, po që me bon? Rizikohet që vetë, tonë djemë kanë thirë par dje, me o pastru, është vëllojt, thash kam i bo një sy operacion edhe nuk o gjaj. Sa do më thirën, thash nuk o gjaj. Se mund marrin me pastru vetë. Jo kom pastru, po vëllojt, ju kom thonë s'godzaj. Çfarë apeli keni ndaj komunës së Fushë Kosovës? Ndaj komunës dalin komunë, shkojnë në komunë, thëjnë dalëm, ka herë, kërë veç ta bajnë rrafsh që aty. Kur të bëhen zgjedhjet, dalin kishe ta qelin gjithu, ma zgjedhër ditën e mirë, morin që të vëtë edhe ditën e mirë. Si interesojnë. Me pas mujta gjipa, ketë mi pas se këta janë gjipat e ngushtë. Vëzojti, me qelë që tash të unë se e kom qelë, me qelë që tash të merësh. Të merë, gjipi që kaqbe, a fini qënës është. Të merë to. Jo veç,
Po dalëm, po sillëm në ata, nëjna mos më shkel që të pishe edhe vetë. Që parë që dola, me në falëshri se largëva që anena vetë, më ka përcy. S'kite, po s'kem që më bëhe. Komuna pa thëjmë, po, dalëm, s'po dalëm. Matë kësiri ati që qështu, blok këtu, edhe blok këtu shpeshherë, blokohet, shpeshherë, një javë ditë, apet blokohet, gjithmonë blokohet këtu. Jam me një fëmijë e invalid me kolica, edhe imaginon ti, nëse fëmijë jote me dalë këtu me kolica, a mund të me hecë këtu në këtë gjendje në ujë, ati kanalizimit gjithë, që ndjetësia, mikrobat e gjithë jena në gjendje katastrofë që disa herë vjen kamion e punon atje në rruga pak tani prap. Edhe rruga këtu është maj ullet, kënena sa i bjen shime një hirë, gjithë ujë rruga kryesor kalon këtu. Jena në gjendje katastrofë. Sa bjen shi, pak plot bëhet full. E këtu as parking, dhe më thonë, s'ka, vinë këtu parkojnë veturët. I kanë dresh një herë këtu, e kanë hapë një herë, komuna ka ardhë, e ka hapë kanalizimi këtu. I kanë bo kanalët, i kanë hek kubzat, i kanë dru kubzat, i kanë dresh trotuar, po i kanë dresh keq. Maj ullet i kanë bo kështu, trotuar që, a këtë nivel që është trotuar këtu, a është trotuar këtu ku hecën njerëzë këtu, kur mbushit më ujë, s'ka ku më kalu. Dhe më thonë, ose mund dalë vetë të shpia, mos me dalë hiqë, ose me kalu të ujë kanalizimi në kom këtu. Katastrofë jena në gjendje katastrofë, dhe disa herë, ja përbot, ja kanë dhonë tenderi, ja klena nuk mona me jetu me këtë gjendja. Disa banorët janë hikë për këtu, prezor janë hikë, edhe ne jetojmë këtu prezor, nuk jena tu jetu për qef. Nuk dim që ka me boj, jena në gjendje katastrofik. Nga komuna, fajnja kanë bartur Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit Prishtina. Drejtori i Shërbimeve Publike Ardit Sekiraqa ka thënë për Insajderin se komuna i ka sherrur të gjitha mundësitë për ndërhyrje në bazë të kontratës ekzistuese dhe se janë duke e bërë një kontratë të re.